Cilat ishin rrethanat që juve u bashkuat në një mendim si grup? Po, këto nuk erdhën për njerësh, kuptohet. Unë me Thanasin punonim bashkë. Punonim në riparim shërbimet, të dy ishim këpucare, dhe ju këpucare, unë këpucare. Se Thanasi ishte shok me Dimitër Zguron, kështu që takoheshim shpesh. Kur ja dhash Thanasit këtë broshurën që fliste për të drejtat e detyrat e një antari të OKB-s, edhe e lexovi dhe Zgurua ishte ajo që jepte marksizëm atje dhe nuk e njihte as ajo mirë unë. Pas ajo se kishte parë ndonjëherë këtë. Dhe na bëri përshtypje, si ka mundësi. Ne i pranojmë këto, se derisa jemi antarë të OKB-s, i pranojmë që këto duhet të liria e shtypit, liria e fjalës, të drejtat e njeriut, feja, si të thuash edhe bindjet politike, lejoshin, kurse të vërtet ato s'ekzistonin. Do shta ishin këto shtysë që ne na u puqen mendimet, që të kryonim atë grup, si ne u quajtëm si grup terrorist që do të përmbysnin pushtetin me dhunë, po asë njerë s'kemi thënë që do të përmbysnin me dhunë dhe se kemi pasur këtë mendim për të përmbysnin me dhunë. Se populli e shikonte se ku ishte situata, edhe si jetonin, si punonin, si ronin. Cilat forma ju përdorët për të shprehur atë ndjenjën tuaj të brendshme kundër atij sistemi? Vetëm me parulla. Ne kemi vënë parulla që nga viti 71 dhe deri në vitin 74 që jemi arrestuar. Në parullat tona ishin thirrje kjo. Ti kërkojmë shtetit ton që gjithë shqiptarët të njohin të drejtat e tyre si antar të OKB-s. Ke të drejta, po ke edhe detyra. Bënim thirrje për punën e fesë, që nuk lejohesh feja. Bënim thirrje për punën e bindjeve politike. Zoti Engjëll, grupi juaj kishte një platformë për veprimtarinë kundra pushtetit, apo ishte një iniciativë që ju bashkovi dhe më vonë pastaj ju morët fizionominë më të zgjeruar të grupit? Dhe ku i përgatisit këto parulla? Qoftë për përmbajtjen e tyre, ku orientohej? Grupi ton ishte me një platformë të qartë politike. E cila ishte platforma? Platforma ishte kjo, që ne të gjenim mënyrë nëpërmjet propagandës dhe të kishim mundësinë që ne të lidhshim me botën e jashtme, se kuptohet që ne tre veta nuk mund të përmbysnim atë sistem. Dush masë e gjertë, pa kënaqur nga ai sistem, të grishin nëpërmjet protestave dhe të kërkonin të drejtat e tyre, njëkohësisht edhe ato që ne i kërkonim. Ishte e pamundur që të lidhshim me botën e jashtme. Po ama, ne kishim një platformë që ai sistem nuk ishte i përshtatshëm për atë vend. Shumë patriotë, shumë njerëz të nderuar që kishin studiuar në Perëndim, përfunduan përpara meje në Burgje dhe atje vdiqën lang eshtrat dhe koskat e tyre. Dhe për Shqipërinë ishte më i përshtatshëm Perëndimi se lindja. Dhe kjo ishte që ne ndërtuam këtë platformë politike dhe për zgjerimin e grupit neve përdorim atë 3 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 2 që kështu të organizohesh grupit. Ne ishim 3 si kryesorët. Unë duhet të bëj edhe 2 shokë të tjerë. Po pa më njohur këta 2 shokë tim. Që edhe në qoftë se ne rrezikoheshim të kapshe unë vetë. Unë s'kishe punë me ata që kishe pas meje. Unë mund të kishe punë me këta 2 kryesorë. Po ashtu edhe ata si kush kishte nga 2 veta të titë. Ky grupi 2, pastaj njeri do të zinte 2 shokë të tij, tjetri do zinte 2 shokë të tij. Edhe kështu vazhdonte zinxhiri deri poshtë. E sa mendon se ka shkuar shtrirja e numrit të grupit tuaj? Për atë periudhë para se të arrestoheshim neve mund të ishin rreth 100 veta në Korçë. Po ne kishim dhe një plan të tillë që shumë pak vetëm në Shkodër arritëm, që këto grupe të ngrishin dhe në rrethet e tjera, se vetëm një Korçë s'mund të bënte atë, kështu që duhesh
tentuam në Gjirokastër, nuk arritëm të krijonim atje. Kurse në Shkodër e krijuam, që edhe ai më në fund përfundoi pas shumë kohësh, përfundoi edhe ai në burg si puna jonë. Se duhet ta pranojmë atë që sigurimi ishte shumë i fortë. Këtë duhet ta themi, sigurimi ishte futur edhe në familje, jo në shoqëri. Zbuluam me vonesë, po u zbuluam. A i kishit menduar riskun e këtij aktiviteti kundër pushtetit asaj kohe? Ja, sigurisht. Shiko, shumë veta e kanë nisur, këtë që nisëm ne, kohë për para e kanë nisur shumë veta. Po ama, jo të gjithë do arrinin në fund. Mund të mos arrinim në fund ne, do arrinin ata që vinin pas ne. Po ama e menduam që qofse do ashtu, do të përfundonim aty ku përfunduam. Këta e menduam. Ama pa e nisur vallen një, nuk mund s'ka se si të vazhdojë të ngrishin njerëzit e të kërkonin atë që kishim neve mendimin tonë. Kështu që e menduam edhe rrezikun, që mund të ndodhte edhe kjo. Bilet do të tregoj një aspekt. Në vitin 73 vjen një shef etusie në Korçë, një Reshat Leska. Unë kishe një shok nga Përmeti, kishe shumë muhabet në ata. Ai ishte punonjës i degës. Edhe një ditë duke bërë xhiro, u takuam ballë për ballë me atë. Edhe më prezanton, thot, ky është shefi i ri i etusisë ka ardhur në Korçë. E pasha të Reshat Leskën me një parte sype ato të policën e dok, mushama e gomuar, një gjej dobët kështu me ato sy të shtrembër. Më thot ajo duke ikur ai shoku që ishte punonjës i degës. Ky është shefi i ri që ka ardhur, apo është shumë i rrezikshëm. Inshallah, thash, nuk bjem në dorë të atij. Inshallah, i shkret. Në mbrëmje takohem me këta shokët. Edhe thash, e di kam takuar sot? Jo, kam takuar shefin e ri të etusisë që ka ardhur këtu. Po e di si më tha një shoku tim, thash, që është punonjës atje? Mirë ajo që bie në dorë të këtij, thash, prandaj mblidheni mendjen që të punoni në qikë, thash, me kujdes, mos se ekspozohemi, mos biem në sy, se po e theme unë, thash, unë mos biem në dorë të atij, thash. Mirë po si përfundim rame dhe në dorë të atij. Në çfarë thana, Zoti Engjëll, ju zbuluan si grup, edhe çfarë kujton nga momenti i goditjes së grupit për arrestimeve? Shika, një ditë kishim vendosur do vinin parulla në fabrikën e këpucës, në trikotash, në minjerë, në ushtari panjor, ka shime ushtari panjor ishte komiteti partisë asaj kohe, dhe në ca ndërmarrje të mëdha që kishin në Roboqepsi. Mua më ra shorti do të vinje te komiteti partisë. Një parullë, një thirrje, pa ato që bënim ne. Mirë po atje ishte ajo muri asaj ndërtesa ishte me cimento dhe nuk hynin ato, kishin ca pineska me kokë që i futnim kështu me gisht hyni. Mirë po ajo ka qish me cimento nuk hynin ato pineskat. E vura në njërë nan nuk e vinje dot. Ajo polici ishte në truproje aty. Me zorë si kur e ngeca në një vend atë pineskën. Edhe sa ktheva krahët unë më ra ajo parulla, mbeti me një krah kështu u varë. Tash në këtë kohë unë vete e vekëshu, tamam drejt atë e mbaj me dorë këte dhe i thëres policit. Po ishte ora 5 e mëngjesit, 5 e gjysmë po shkonin për në punë, punëtorët. I theme policit, ore, se që kanë vend një parullë këtu, dhesh, po lajmëro që të vinë ta heqin. Doli polici zuri kokën me dorë, po ku e kanë vend dhe këtu ku jam unë, ta vinin me një vend tjetër të hajtë drejqi, bo shdo gjë belan me këte. E nëse unë e mbanje, njerëzit shkonin edhe lexonin atë parullën atë. Thanasi Tirat vinte në minjerën e Mborjet Drenovës, po do vinte lartë në zyra atje ku ishin zyrat, se atje grumbulloheshin se shumë punëtor nuk kishe ka Korça, ishin ata të qytetit minatorëve që i Zgura si ra për të venën në trikotajji dhe në
fabrika e lëkurës, se ato ishin ndërmarrje që ishin afër. Mbas 3 ditë të këtyre parullave kapin një shokun e grupit tim. Nuk e di si u zbulua. Po ata, me sa di unë, si e mora vesh më vonë, kishin një shok Garëmbeci që e kishin futur në grup. Kish një tjetër, të kunatin e ti, edhe këtë djalën Garëmbeci. Ky i Rëmbeci shkoi denancon këta. Këtë djalën e arrestojnë këtë shokun tim. Edhe ishtë një çlirim Proko. Nuk e di këta Prokot ishin në Korçë, janë me origjinë nga Leskoviku, po në Korçë prej Korçë. E arrestojnë këte, edhe e shoqe e këti vetet i thot të vllajt që Tomi në arrestuan. Kur vete kjo i thot të vllajt, i vllaj ishte në apartament në 4-4, në kohën që po ngjitshin këta të degës për të arrestuar, ky hap penxherën e hidhet që ka kati 4 dhe vritet në një apartament aty afër bankës. Nuk e di, 73-shin ka ndodhur ky. Ka qenë gushti 73-shit, më vjen keq për atë, se ishte djalë i shkëlqyer, djalë trim. E kujtoj dhe më vjen keq. U vrajë, mirë po këta e dinin që ky çlirimi kishte muhabet me mua. Unë shumë pak ishe në shënjestër, po nuk kishin ndonjë fakt që të më arrestonin. Kështu që në atë periudhë unë fillova të gjurmoshe nga sigurimi. Pavarësisht se ky Tomi beri gjithat kohet usi, i kërkuan shokët, kush ishte bashkëpunëtor me te, nuk e tregoj. Që se vërteta, qëndroj si burr, nuk e tregoj, dhe u dënua 10 vjet për agitacion e propagandë. Po ishte kjo që tashi unë, me që ishe shoku i ti, gjurmoshe, më ndiqnin, bile kush e di se sa herë më ka shoqëruar derin e porta, e ndjenje, e kuptonje që më ndiqnin. Këtu ishte periudha që neve ndiqshim, po unë me rinje me Thanasin, me rinje tjetër, rinje edhe me Dimitër Zguron, që ndiqshim të 3. Në këtë periudhë na vjen ishte një korrier diplomatik me origjinë nga Polena, shoku i Dimitër Zgurës, edhe Dimitër Zgura është nga Polena e Korçës. Ai ishte korrier diplomatik, shkonte në për gjithë ambasadat e Shqipërisë. Takohemi një natë, shkojmë në ish turizmi vjetër në Iliria poshtë, pim nga një birë, e hapëm muhabet. Midis të tjera, unë e kishe takuar dhe herë të tjera, atë, po para vinte shpesh në Korçë, e vinte shumë rrallë. Ish korçar, dhe ndër nga Korça se ish martuar në Korçë, vinte shumë rrallë. I themu unore më ka rënë në dorë këshu, kjo broshura e OKB-s. Ti e di? Mua tha, Gaju ka rënë në dorë ajo, tha. Pse i thash? Do merrni veten me qafë, mos e lexoni. Ora në kam lexuar, thash 100 herë, thash. O, bo, tha, Gaju ka rënë në dorë ajo, tha. Edhe me të vërtet, se ajo ishte një ga, thash që nisëm që të krijonim këtë grup dhe me atë platformë që ndërtuam. Ore, nuk e do merrem i qafë, thash unë ti a mund të na ndihmosh? Çfarë ndihmë doni nga mua? Këtë mund t'ja kërkoj Zgurva, thash. Ai është shoku tënd më i ngushtë, ne jemi takuar 2-3 herë, s'kam aq konfidencë sa ta kërkoj këtë. I kërkuam ndihmë që të na lidhte me botën e jashtme, sa ju lëvizte kudo. Dëgjoj, po të jetë për në kampin e lidhjes, tha, unë ju lidha edhe me traktatin e Varshavës. Po me perëndimi, tha, s'kam asnjë mundësi. Ata ishin dakord për të lidhur edhe me traktatin e Varshavës. Unë isha ajo që kundërshtonje. Jo s'dua kur thash me traktatin e Varshavës. Asnjëherë nuk. Në qoftë se na ndihmon me perëndimin, po thash me lindjen. Ne ja u kemi mbyllur derën, thash, po edhe ata na i kanë përplasur në Turin. Kështu që
Me lindje s'kemi asnjë lidhje. Këto ishin ato momentet e fundit përpara se ne të arrestoheshim. Bile përpara se të arrestoheshim, ai e lajmëroi zguron. Unë po iki jashtë shtetit, i tha. Jemi të denoncuar, edhe ju, edhe unë, me sa dita, po gjeni mënyrën të shpëtoni. Ata dollën më të shpejt se ne, dhe nuk shpëtuam që t'i iknim nga Shqipëria, dhe përfunduam në Burg, apo në Etrusi para se të vinim në Burg. Kjo ishte shumë pak veprimtaria e grupit tonë.